7 gjërat që duhet i bëni në Ramazan janë: agjerimi i Ramazanit, leximi i Kuranit, dhënia e sadakas, falja e namazit të teravive, pastrimi i vetes, lutjet dhe ruajtja e marrëdhënieve farefisnore. Më e veçanta dhe më e madhja si vepër që njeriu mund të bëjë gjatë muajit të Ramazanit është agjerimi, sepse ky është muaji i agjerimit. Agjerimi është të frenuarit nga ngrënia, pirja, marrëdhëniet intime dhe rregullat të tjera, që nga nisja e agimit me mbarimin e syfyrit deri në perëndimin e diellit. Në këtë muaj duhet të shtohet sa më shumë leximi i Kuranit famulart, sepse ky është muaji ku ka zbritur Kurani i shenjtë. Xhibrili i vinte profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, për çdo muaj, ndërsa në Ramazan i vinte çdo ditë për t'ia përsëritur atë. Nga suneti është që muslimanët ta përfundojnë leximin e Kuranit një herë për çdo muaj, ndërsa në Ramazan është sunet ta lexojnë më shumë se një herë. Profeti i ka thënë Abdullah ibn Amr, Zoti qoftë i kënaqur me të: lexoje Kuranin për çdo muaj, nga një herë. Ibn Abbas i thoshte: ai që nuk e lexon Kuranin një herë në muaj, konsiderohet nga ata të cilët e kanë braktisur, bojkotuar Kuranin. Të parët tanë e lexonin Kuranin gjatë gjithë këtij muaji dhe i jepeshin pastij derisa kishte prej tyre që i ndërpritsin mësimet dhe çdo punë tjetër vetëm për t'u veçuar me Kuranin gjatë Ramazanit. Besimtari duhet të shtojë leximin e Kuranit, meditimin dhe kuptimin e tij gjatë këtij muaji. Sadakaja. Profeti në këtë muaj e shtonte dhënien e sadakas, siç ka ardhur në hadithin e Enesit që thotë: i dërguari krijuesi të botrave, më i mirë dhe më bujar se kurdoher tjetër, ishte në muajin e Ramazanit, dhe mirësia e tij ishte sikur e mira e freskut që i prek ose i freskon të gjithë. Prandaj, shumë prej dietarëve përcaktonin që koha e dhënies së zakatit të tyre të ishte Ramazani, në mënyrë që të bashkonin mes zakatit dhe shpërblimit të sadakas në Ramazan. Namazi teravive. Suneti është që namazi i natës, teravit, të falet me xhamat, ndryshe nga muajt e tjerë, ku suneti është që secili të falet vetëm. Pastrimi i vetes, shpirtit. Profeti Muhammed ka thënë: nëse dikush të shan, thuaj: unë jam agjërueshëm. Njeriu duhet ta shfrytëzojë këtë muaj për të përmirësuar dhe pastruar vetveten dhe ta rregullojë moralin, në mënyrë që kjo të jetë si furnizim, duke qenë i tillë edhe për muajt e tjerë në vazhdim. Lutjet kanë vlerë të jashtëzakonshme. Pejgamberi ka thënë: lutja e agjëruesit nuk kthehet mbrapsht tek Allahu. Ruajtja e marrëdhënieve farefisnore, bamirësia ndaj komshiut e të tjerë, të gjitha kanë shpërblim të madh gjatë Ramazanit.